Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Drama mes Kiarës dhe Dojnës, ndërhyn Luizi, tallet me Dojnën. Luiz Eili, duke njohur karakterin e tij, nuk mundi të qëndronte pa bërë një reagim ironik lidhur me përplasjen e fundit mes Kiarës dhe Dojna Memas. Sipas një bisede që duket se është ndarë me Kiarën, Luizi ka parashikuar saktësisht rezultatin e fitores së Shqipërisë në ndeshjen kundër Serbisë, duke shoqëruar këtë me disa fjalë që ngjajnë me përgjigjen e Dojnës, por me disa ndryshime të qëllimshme. Në një postim të tij, Luizi shkruan: "Kur më pyesin drejt për drejt jashtë kamerave, kam këllqe për të përgjigjur drejt për drejt, sepse ndihem rehat dhe nuk merrem me sajesa që i besojnë vetë. E thënë kjo, tema është e paparë dhe ka shumë interes të tjerë, edhe më shumë se sa publikisht, në atën e mirë." Duke u shprehur kështu, Luizi ka theksuar se ndryshe nga sa thot Dojna, është më e guximshme të bëhen deklarata të tilla pas kamerave, ndërkohë që ai e shikon si një lojë të rrezikshme të Dojnës për të mbajtur historinë live në media. Ky reagim i Luizit ka shtuar më shumë tensione në një debat që tashmë ishte duke u zhvilluar mes dy moderatorëve, ndërkohë që ai ka vazhduar të thurë ironi mbi veprimet e Dojnës. Presim reagimin e radhës së Dojnës ose të Vlashentit.